Ma i vogli ish këtë 3 vjetë, 4, 10 ka pas. A i mi ka shkirë gjishtet e kamës, kom guzu me këqyra. Vetëm lotë shkojshin të poshtë, po kërkojnë ndihmë në pjatynve. Ata mu mos më njoftë hiq as një fije. As baba, as vllavi nonës. Po më thaj kush je ti? Kur më thanë mu kush je ti, atëherë unë thash puna eme pas ka marrë fund, pas ka kur gjopi me mo. Ai quhet për herë të parë për publike juve, emrin atina, Novica Krstiq. E atë kanë filluar 6 kallasha rafall kanë gjujt, deri kur na kanë rrezuar të gjithëve. Do të thotë nuk ka pas kohë as me bërtit aty asnjëri hiq. Unë jam Selami Elshani, fshati Tëreti, i mbejaturi i masakrës Krushës së Madhe. Maltretimet në Krushën e Madhe kanë filluar qytet me 24 mars, me bombardimin e NATO, kur ka filluar bombardimi i NATO-s. Unë ish në Isterhun në Krushën e Madhe, me familje ishne. Paka shumë e dishna se jemi rritna me këta, edhe e dishim qëllimin ku e kanë ta, çka do me vepru të na. Shkëtrimin i rinisë e kishin. Me qenë se me 25 mars, veç magjistralen Prizren Gjakova ata blokuan me artilleri të rënda. Edhe shtet rrethimin e Krushës së Madhe shtinën. Po, me ushtri. Me 25 mars, në mramje, prej shtëpisë dajës jemi largue. Une me 3 djemë dajës tem, të ndjertë. Po. Edhe strehom me një prunë në periferi të fshatit në lagja e Nallëve. Aty diku kemi qenë 500 antarë. Në atë prunë kemi qëndru deri ka mesi i natës. Në mesin e natës, na hyp ushtria mbi kokë si orlat. Edhe kërkojnë dorëzimin e neve. Edhe dikush për neve e ka qunë një shajt bardha, dorëzohemi, se s'kishim zgjidhje, se ata kishin atë mundësi edhe për zgjalli më në varros. Edhe dorëzohemi edhe dalga dal, fillojmë me dal aty. Edhe na futin me një shtëpi, ku sot nuk ekziston e shtëpi aty, të gjithëve në shtinë mrenda aty, te para se me lind dielli. Ku lind dielli, na qesin për jashta edhe na bojnë ndamjen. Bojnë ndamjen e mashkuj dhe femnave. Deri në atë moment, familja jame personale nuk ka qenë aty. Ka qenë të dajtë e mistre unë. Po, i kishin të buë, kretë i kishin prunë qatë lagje, shtu. Në atë lagje, është një rrugë në mes 2 mure, është. Ata i kishin bo planifikimet, këtë qka me pru me neve, se para se me në ashtin atë rrugën, na kontrollojnë kretë. Qka kishin me vlerë, pa vlerë. Me vlerë qka kishin e mirëshim, pa vlerë, e gjushin me një automjet që i kishin ata aty, mbi ato automjetin i gjushin. Në taj automjeti aty ishke edhe një sërb i fshatit Zërqisht, që unë ata njifna shumë mirë. A i quhet, për herë të parë për publike juve, emrin atina, Novica Krstiq. Tash është lërgun në Serbi sigurisht është. Edhe në atë rrugën aty ku ju të tregova, vetëm mashqit në ashtin neve, në ulin 2 rreshta mbi rrugë, 3 rreshta mbi rrugë, vetëm një koridore, në mesin tonë. Qëllimin, familjen me shtinj aty, me të kallë për zgjallin njerë, me të kallë, e masalnena me neve me veprushkadojnë. Edhe fillojnë familjet mi aty, që aty djallë, se 2 djemë mi ka dhonë mua zoti koshin falë, ma i vogli ish këtë 3 vjetë, 4, 10 ka pas, a i mi ka shkirë gjishtet e kamës, kom guzu me këqyra. Vetëm lotë shkojshin të poshtë, pse edhe ata dishin edhe na dishin se çka do të botë, çka do të ndodhë me neve. Kalojnë familjet, i qojnë në xhami i mbyllin atje, neve me një obor, me njerë në rrugë aty në oborin e Agji Qerkinit, na shtin gjithë mashqi aty. Si mashqi aty kemi qenë diku rreth 200, prafërsisht, si për mas. Edhe si him në ato obor aty,
na maltretojnë, na rrahin, na kishtretrojnë. Gjitha sëndet më të këqia shka ekzistojnë. Herë na shtin me ra për ftyrë për toke, herë na qojnë, herë na rrejnë. Unë a ditë e sot që kur kom dorë në thëjmë ja kom këtu, që ma kanë thëjë. Me një kohë caktu ne ishim në pozicion të shtënim, sa ishim të shtërin aty disa djemë të ri, veç i prekshin me tytë automatit e i qitshin për jashta. Për mës me mujtë na mi pa se ku shonë ata djemë. Po. Ata i kanë qitë për jashta ata djemë, po ata mos jem krytë të nama ata. Unë kishna probleme me bosh një korizor kishna. Rishna stabil, bosh një levizje. Me një moment e kom shtit kokën në mjetë krahut, ka shtit dyrëve të borët aty ku ishin të najtë na. Ideali i ati pronari shpijes aty, aj për fat keq, nuk është gjallë, nuk ekziston. Kish pas dy duart te këtu me gjakë kish pas. Para mendimet e mia, jo që e kom pa, vetëm që ata djemi kanë ekzekutu dhe i kanë shti barqen kofoma, ku ta dionim. Para mendimet e mia ato ishin, se jo që e kom pa ato. Edhe aty na kanë majtë në ato borë neve me orë të tëra. Deri ku para mramjes. Kur ju erdhi ai momenti aty nëse ata gjithë çka se gjuhë serbe e kuptoj. Edhe i kuptojnë këtë çka po flasin. Edhe thoshin, ma shpet t'i kryjmë punë se po na presin shumë punë. Do të thotë që me ekzekutu masakra tjera. Edhe na qojnë neve në kom, na ndajnë në grupacione na dajnë. Një grup na dajnë si misafir, një grup e dajnë pleq 60 vjetet e përpjet, edhe ka pas nën moshën 16 vjet ka pas. Domthon grupin e moshën 16 vjet edhe moshën 60 vjet ju bëjnë bashk. Kurse shumicën mas, që edhe sot për fat keq mungojnë, ata kanë qenë me numër më të madh kanë qenë. Na kemi qenë diku rreth 20 kemi qenë. Pra afërsisht si mas masës, s'ki pas kohas me numëru aty po. Edhe në grupin tonë që ishim në ata 20 e neve na kontrollin edhe një herë, që ato botë me qenë se s'kishim asgjë, edhe direkt na thonë ju vini për pushkatim. Po. Edhe na ndajnë tash neve ku i qim para pa vendat ata çka me bo me neve. Neve na qojnë me një ahur gjonve aty. Edhe moshën 60 vjetë ata jenë të ri, ju e për urdhën jeni të lirë, kushe moshën atë mire, si e thënë, jemë të ri, si e thënë, me ata veç Zoti edhe ata din çka ka ndodhur. Me rrajt, muj me rrajta me kallëzu drejtësi, se s'kom pa. Kur neve na qojnë atë ahurin aty, një policë sërb na rrite koka na rri aty me kallash, na kërcënon. Unë edhe e shpreja dëshirën me fol me ta. Gjuhën sërbe. U duke mi thonë edhe zotni. Asha ka mundësi me bo një bisedë me ty, o thash me ta bo halli dikun e porë, ti më shoj kallashit për jetë na po gjuhën për rohën. Në atë mënyrë ai u agresu ma tepër. Edhe raportojt i me njerë nga na. Po me gjujt jo. Edhe ty shtina me ata me fjalë, kur hinën edhe 6 policë tjerë. Atyre kanë bërë rreshtimin para neve, diku 3 metra largësi kemi pas, edhe kanë kry pushkatim me paramendim, me komand, me urdhra kanë kry. Për fatin tem, ka desht Allah njerë më qitë tokë zeze, kur e ka qitë plumin e parë një policë, pa e dhënë urdhnin ai, unë e kom ra me ftyrë për tokë e kom ra. Pa më rok plumi. Për shokët mi dikon e ka rok e plum. E te kanë fillu e 6 kallasha rafal kanë gjujtë, deri kur na kanë rëzut gjithë. Do të thotë nuk ka pas ko as me bërtit aty as njani hiq. Mua dhe më binë kufomët bi trup, edhe po foli vetë me veti unë në qovë se është nevoja, me orë të tëra do të rri vetë që në të lërgore ata, dish, po nuk ish kona ajo ashtu.
Ai komanduesi që jep ke komandën atyne, pjo thot atyne, a jemi të sigur që janë pushkatun kret. Ata po thojnë po, ky po thot jo. Si jemi të sigurt. Atëherë na ka dhënë dhe ka njohë për srati. Atëherë më ka prek një plumë në shpatull, po jo direkt në trup, në tikun, kështu atish, po diqke, qaq shumë po diqke plumi si jasë në zjem, si jam djekës, se kom nëja djekësim. Edhe tash ta jemi definitiv që këtu s'ka të gjallë ma. Pjo dhe jep urdhën atyne që shkoni njoni merr një benzin, këta tjetë me hudhë talë mbi neve. A pash aty e vërtetova që më të vërtet tu, po dhe kënë mi hupë gjurët me kakret. Kur na ka qitë talë për mi, unë nike zanë, vetëm zanë. Me dalu që ka po folës, mu ishe me dalu se ngarkesë e madhe. Kur kanë hudhë benzinin, e niq në aromën. Ata e kanë shtif lakën edhe ishin largu ata, po unë nuk dish në asgjë më shka po ndodhë më për jashtë. Unë edhe kur filloj temperatura e marrë me të madhe, lutat e Zoti edhe njëherë, që më mdhonë forcë, më mdhonë, po kisha problem largimin e kufoma dhe ngarkesë e tallëve ishka problem. Po, i madhi Zotë më kanë ndihmuar, i kom largu kufoma dhe jam rrotullu në pozicion në kokër shpinës. Atëherë më kisha flaka dikun një 10 cm mbi trup. Do të thotë që aty benzini ka arrit, e u kallke për pjetë. Edhe njëherë u lutat e Zotit, thash, më dhonë forcë, e kom qaf flakën, me 2 dur, aty kishna pas diku 5-6 cm prush, mbi trupa. Jëm qunë në mesin e 2 flakës, aty në 2 gujzat jëm unë, që di vetëm një bërtim që më ka shkua, këtë në flakë ishna, edhe mo, as kom pas vedije, as forcë, as gjë, hiq. Që shkëm dalë pi zjamit në qatë dhamë, veç Allah e di një, se unë zdi. Kjo punë ka zgatë me sekonda. Kër kom pa vetin, jashtë flakës. Ty kallë trupi, teshat, atëherë kom fillu me hekur teshat, kur fillova teshat me hek likura durve, me thoj me kretë ra aty. Edhe qatë vinjak e kom lonë, qatë ty e kom lonë, atë vinjakin tem. E qaj vinjak, kogja buj ka bo, kur ka një forcat e natës të da. Se ka pas në shpinë një si orë le ka pas. Ata kanë mënu që jem konë në ushtari u qëkës. Edhe, kur dalu në pizjamit, i heki teshat, ku me shku? Temperaturë ekstrem. Ai ahër aty ku imi përshkatu, në ka pas një ditarë për prunit, edhe dula nënën e pronit anë, se nuk dishna për jashtë, a ka polica s'ka. Diku 10-15 minuta kom najtë aty, ma të përskomujt me qëndru, për temperaturës, edhe kom hestë në praborat aty në atë lagjen, në gunjza dhe nduar. Me qënë se s'kish pas, ma të përsa kish shku me kry qere përshkatime ata, qere ekzekutime me bo. Edhe dalë në për atë lagje une, këqyri, mas ka jetë dikur që i gjallë, se e shile vetën që unë përshkoj veç të poshtë. Par fatë keq aty të gjallën zgjeta vetëm pushkatun, masakrun. Qashtu i djekun qëllimin e kishna unë me shku në gjami. Se në gjami e kërë familja, myrilisën, si të me një fjallë, blokun. Edhe kom shku në gjami, para gjami e krushës madhe është rruga si kryqëzorë. Unë edhe kur shkoj aty, tentoj me hinë gjami, po i një disa zana që po flitët, po nuk mu ishte me dalua Shqipa Serbisht, po flitët. Edhe jem këthyjet të mas, qatë kryqëzim, po nale po menona që ka me vëpru, ku me shku, tërë veç filloj t'i mera. Trupi po shkon të poshtë, mora vendim me shku të shkijet poshtë, se më përshkatu policia. Se s'kish në zgjidhe tjetër. Rruga është si të poshtë zë pijamija, se keni vrejtë dhe ju vetë që jeni konë. Beson Zot e qitë në kome në djast, në jesë të poshtë, në krau në djast, diqka unë nalke. Edhe 3 herë i kom ra rrëthëm rrëth trupit tem i kom ra, asë njerë s'kom pa, asë gjë s'kom pa.
3 herë kom qitë kome me shku të vërë, 3 herë më ka këthuja. Më folë së më ka folë, ku gjohë. Vetëm më ka këthuju, më ka drejtu ku me shku. Në atë shtëpi dojes ku kom qëndru 9 muaj ditë. Se i keni tash jenë bo me kocka, atëheri kanë pas me gurë rrugë të shtrumë ata. Kom shku në shtëpi dojes aty, e vetë mja shtëpi pa u kalli ishte. Po hi në borë, për ndigjoj të zona aty po drumë, të shpidaloj edhe ku shosht më rena aty. Aty kështë e gjeta babën tem djerin, lavën e nonës tem, disa migjallartë nonës, edhe një grue, një gjallit dojes, edhe sodër të gjallërtë, po e paralizu në artë. Edhe hina une në atë po drumë aty, une vetë vetën nuk e dishna që shumë. Jo atë ditë, po dhe sot nuk e di vetë vetën që shumë kanë. Vetëm durët e di që i kom pasë. Edhe kom hina atë po drumë, i kom qëtë dy durët në nderë, shu që, po kërkojnë dim unë për atynve. Ata mu mos më njoftë hiq asë një fije. As baba, as vllavi nonës. Po më thaj kush je ti? Kër më thanë mu kush je ti, atëherë unë thash puna eme pas ka marrë fund, pas ka kur gjopi me ema. Edhe u ka ratë fiktë. Kanë qitë uj, daja ishke pak ma jaftë. Baba ju nuk ishke ma, daja ishke ma jaftë. Më kanë këfjell, thash daja, thash kos a ka. Kishë në një për para që i thoshin e temperaturën. Më ka përru daja kos, lugën e pare qitë këtë ku e mirë këtë dytën e përzhit këtë temperaturë. Kër më ka lytë total, unë e bloku total. S'kom pa mo iqë. Se e ka pjek temperaturat kosin edhe mo. Në krushe kom najt i djegon që ashtu që pa kur i farthuja, kur farndime hiqë. 26 mars, 2 apo 3 prill më sa bëj rren, që kemi depërtu për Shqipni. Kom najt pa kur një farë ndime mjekësore hiq. Nuk e dhja keni pas rast me taku Milenj Ballanica në Krushtës Madhe. Unë atina së nja këthej kur, së nja këthej të mirët atina që mi ka bo muë në atë ko. A i ka riziku jetën e vetë për muë, më më qunë në gafës, me një fshat më ma dhanë një ndim parkëshe. Natën. Nuk u kryja e që ka dërste, më ka këthy prap në atë vend aty, dhe kur ka arë urdhë me shku për Shqipni. Kur ka ardhë urdhë për Shqipni, më thonë, ka ardhë baba e ndjerë, po më thotë, se ishte une veqër ishte, këta pleshtë ishin veqë. Po më thotë mu e baba, tha o birë, tha, pas ka pështu zotë i shallat pështon të ashtë të tjetha. Tha veç shumë pështirë, tha. Tha shpse, gjdo orë, tha, vinë, tha, sërbë, tha, që na vizitojnë, tha. Ta këshin bo regjistër të pleshtë, që apo shtohet numri, apo mungohet. Dhe më thonë, që ofse shtohet, ka levizjet popullatës. E që ka më bodhë, thërë mu ku më që më kanë shtinë në rasat specave. Që ofse e dini që ka o rasat i specave. Për shkak, më më strehu si më ka pështu, zoti më më pështu bile të në fund. Temperatura ekstrem. Sa jamja, sa zotit telt, sa i najlonit. Prapu më ka përnë qatë odë aty. Kur ka arë momenti për me shku për Shqipni, baba arë, baba sa po thënë për shku për Shqipni. Unë me babën e kom pas raporte e mira, kur nuk kom i thonë fjallë në dyta. Fjallë tronë një fjallë. Aty e kom ranu. Ska shansë, është qava së më shpartojnë kofini, dhe është natë. Tha po thojnë me bja. Unë ishtë në thuje gati totali pa levizshë. S'kishtë në forës asë një fiqë. Edhe këba marë më kanë hypë me një traktor, më kanë strehu në traktor. Haj daj që më kanë strehu më në traktor, e sot është i ndjerë, nuk është gjallë. Ajo më kanë brojtë më shumë, se vetëm më ka pas jetë vetëm sikur një pip që pinë sokë, një dalje në gojë, shu që, se o ka një mbyllë në kretë. Ujë që pishne, vetëm ujë. Problemin e kishim që të kalim kofinin. Kër kemi më rrinjë kofini, të rrisht lafi alë në i ke. Pitë onës tonë. Po thonjë shtu, po thonjë ashtu. Veç e di që kanë shajtë, se ata kanë pas në onën shqiptare gjuhën e parë, fjallën e parë në onën shqiptare, ata kanë pas sërbë me shajtë. Veç në kanë thonë që gjuni tabelet e traktorit, edhe shkoni tha një rojnë, tha Shqipni, tha tjera.
Kur e kom kalu kufinin, në zonën neutrale aty më ka arë një farë letësimi në shpirt. E disha që me pasoja ko me jetë, po në mjekim ko me hije. Depërtohu në Shqipni, në Kuks nuk kishke njeri kush më mështim morën mërënda në spital. Se këtë ta ishim pleq, tronë. Mi qiti zotin një dy të zakat krushës, për punë të veta ata që kanë pas aty, ata më kanë kapë, më kanë shtim mërënda, ma kanë dhonë një dinë parë, që unë s'kom në jasë gjasë farë, s'kom në i kur gjë hiqë, edhe i thojnë që ky për neve këtu sot veç për Tiranë. Atyre baba e nxerë një taksi e këtë ditë, edhe më qojnë për në spital të ushtërijës. Spital të ushtërijës nuk më pranojnë. Arsyet nuk e di. Thoshin që s'kep kësire partina. Më qojnë spital të përgjithshëm. Aty kanë fillu një mjeke, ku jam falendros shumë, kanë këshyrë, me ato mundësit e veta se kanë pasë. Pastrojnë edhe njëherë, kom najtë në Tiranë 2 javë ditë spital. Gojen se kom nalë hiqë. Se kom mujtë që kom folë, që kom dhe një intervista. Edhe pse kishte probleme shumë me shnetët e me. Që në një botë, në të një botë se qka ka ndodhë. 2 ditë para se më murë 2 javë, unë vinë këta tribunalit Hagës mua. Vinë tribunalit, më thënë, ti tha me mbyllë, tha më gojen. Thash pse? Tha nuk ki drejtë, tha me folë, tha, tash na tha ndortona, tha e. Thash jo, se gojen se nali, thash në kom me folë. Thash unë e nali gojen, tha në qo se më sreoni, thash ju, thash. Mekni, thash, s'kom sigurim këtu, thash. As s'kom shërim, as s'kom sigurim. Po më thojnë mua, ti me në dhonë se dëshmin, thë një mas pari, thëna, tha të qyrim, thash, unë s'pranojshna. Po prapë se prapë ata bonën vetën. Edhe dytyrove jo dhash, unë dëshmin, kur të bëhet, thë 2 ditë se na vinë, thë, si kemi, thë të secionet të tëna ku duhet me folë, ku duhet me marrë vesh. Edhe, kur të bëhet 2 ditë, vinë ata, qatë ditë e mu më vishin thëmija dhe nona, Ermetlia me më vizitu. Se shoqe me që kishtë aty, unë shëbeki shoqja, mas 5 dite që këmë në spital Tiranës, unë ka shoqja. Edhe, ku dushta me shku, tha, po më thëjnë. Po ishtë në menë, ku me shku, mu ishtë me shku në Amerikë në atë kohë, po thë ishtë në largë, thash në Zvicër. Sa do ka miqë, ka tonarë, se di që ka me shku për të duhe gatë me mua. Edhe, thash Zvicër, okej. Më kanë marrë, më kanë vesh, për fatë mirë, fëmija në erdhën, fëmija më vizituan. 10 minuta zja kanë lajë fëmija me mua, jo. Më kanë vesh, me kërë vetin në aeroplanë rinas, direkt për Ciri, Zvicër. Atje kom qëndruhe 16 mujë në spital në Zvicër. O 16 mujë për unën në Prizren. Sa atjerë në Prizren jetojshem, tash kom marrë në fshatë.